Të gjithë hani gështenja, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, diabetit dhe trurit tuaj. Gështenjat janë ndër më të mirat të sezonit, të pjekura ose të zjera, aroma e tyre është e parezistueshme posaçërisht në këto ditë të vjeshtës. Për të mësuar më shumë për vlerat e gështenjave dhe çfarë i ndodh organizmit tuaj kur i konsumoni ato, dëgjoni deri në fund këtë video. Grusht me gështenja në ditë sjell shumë vlera për shëndetin, pasi janë të pasura me vitamina dhe minerale. Gështenjat janë një burim i mirë i vitaminës C, kaliumit dhe fosforit. Ato janë ideale kur ndjeni të lodhur dhe të plogësht. Gështenjat kanë pak yndyrë krahasuar me arorët e tjerë dhe lëvorët e forta. Gjithashtu, ato kanë edhe më shumë niseshte që i bën më të tretshme. Konsumi i gështenjave është fantastik për personat që ndjehen të lodhur dhe pa vullnet. Po ashtu gështenjat duhet të konsumohen nga ata që dëshirojnë të forcojnë muskujt, të bien nga pesha, nga anemikët dhe nga sportistët. Gështenjat e pjekura kanë vlera të larta energjike, sasi të mëdha të proteinës, vitaminave, siç është vitamina E, yndyrnave dhe 2 herë më shumë sasi të karbohidrateve. Ato janë të mira gjithashtu për shëndetin e zemrës, diabetin dhe për trurin, pasi ofrojnë edhe shumë minerale të çmuara.